Rikthehemi në studio, kam të ftuar doktoresh Ama Minun, e cila është stomatologe pediatre, pra është specializuar edhe në trajtimin e fëmijëve. Do trajtojmë, siç e thash dhe fillim të emisionit, një temë që është me mjaft interes, sidomos prindrit kanë shumë pikpyetje kur lidhet me biberonin, sa duhet t'ia mbajnë fëmijëve, por gjithashtu dhe ka fëmijë që fusin gishtin në gojë ose objekte të ndryshme si lodrat e tjerë, si ndikojnë pra gjitha këto tek shëndeti i gojës së fëmijëve, tek forma nofullës. Janë tema në dukje të thjeshta, por me mjaft rëndësi për fëmijët që pra janë disa vese që mund të lënë pasoja gjatë gjithë jetës për ta. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit Ilir për ftesën, është kënaqësi gjithmonë që të vish këtu, por jam shumë e kënaqur që më ke thirrur dhe ke zgjedhur këtë temë kaq interesante dhe kaq praktike dhe kaq gjithëpërfshirëse, sepse mendoj që të gjithë fëmijët diku në jetën e tyre zhvillojnë një vesë të caktuar, qoftë kjo gjithdhënia, biberoni ose pastaj gishtat, ngronia e thënëve dhe kështu me radhë. Përgjithsisht thuhet që 1 në 3 fëmijë ka një vesë të ndryshëm që lidhet me qoftë me gojën, por ashtu edhe me pjesë të ndryshme të trupit. Quhet vesë nëse kjo gjë zgjat mbas moshës 4 vjeç. Nëse ne arrim që ta shkëpusim më përpara nga ky lloj zakoni ose ky lloj vesi, dëmet janë shumë të pakta dhe nuk janë aq të mëdha. Kurse nëse fëmijët vazhdojnë me këtë lloj vesesh mbas moshës 4 vjeç, atëherë dëmet fillojnë të jenë më të mëdha dhe ndonjëherë janë edhe të parikthyeeshme. Kush janë këto vese dhe për çfarë unë do doja të ndalesha? Ju më prezantuat si mjeke stomatologe pediatre, kështu që normalisht unë do t'i dedikohem atyre veseve të fëmijëve që kanë lidhje kryesisht me gojën pra. Ndër veset e para që dëmton shëndetin oral, qoftë kjo dhëmbët, qoftë kjo rritjen e indeksit për smundshmërinë karioza, pra probabilitetin ose riskun më të lartë për smundshmërinë karioza, qoftë edhe për prishjen e dhëmbëve, për prishjen e dhëmbëve, qoftë edhe për deformimet e ndryshme të nofullave, duhet ta nisja që në fillim pra me gjithdhënien. Kjo i dedikohet kryesisht nënave të reja, me fëmijën e tyre të parë. Dihet që kujdesi është maksimal, ato përpiqen të bëjnë më të mirën, sigurisht që gjithdhënia rekomandohet dhe është më e shëndetshmja në ushqyerjen e fëmijëve, por ka një limit kohor të gjithdhënies. Pra, nëse fëmia juaj fillon të ushqehet, që do të thotë, nga mosha 6 muajsh, 9 muajsh deri në 1 vjeç, gradualisht gjiri duhet të fillojë të shkëputet, sepse nuk është më as i shëndetshëm për fëmijën, të themi në aspektin, nuk i ka ato vlerat ushqimore që kishte muajt e parë, se në momentin që fëmia fillon ushqehet, kuptohet që gjiri nuk është më aq i rëndësishëm sa që mund të ishte në muajt e parë të jetës. Por nga ana tjetër, kthehet në një vesë, sidomos gjithdhënia gjatë natës. Ka nëna që i mbajnë fëmijët e tyre në krevat, nuk i lënë në krevatin e tyre, dhe duke i mbajtur në krevat, ata për të ndjerë ngrohtësinë e nënës, për të qenë të atashuar sa më shumë me nënën, edhe për të qetësuar psikologjikisht, gjithë natën bëjnë thithje gjiri të herpasershme. Kjo nuk është shumë për të qetësuar, e thonë edhe vetë nënat, por për të ushqyer, por është më shumë si qetësim, e thonë edhe vetë nënat që qanë edhe unë e vendos në gjisë sepse ai ashtu ushqehet. Dhe aq më tepër kur kjo fazë gjithdhënies kalon vitin e parë të jetës, kanë ardhur në klinikë dhe fëmijë 3 vjeç, 4 vjeç që ishin akoma me gjë gjatë natës, fatkeqësisht kjo lloj gjëje, ky lloj vesi, sjell dëme pastaja të parikthyer tek dhëmbët, sepse çfarë ndodh? Duke qenë që qumshti i gjirit është shumë i pasur me sheqera, fëmijët gjatë natës rritet aciditeti i gojës, ulet pra pH-i i gojës dhe fillon sëmundshmëria karioze, pra fillon prishja e dhëmbëve. Zakonisht këta fëmijë dallohen për një herë sepse kanë ato që ne i themi karjesi fëmijërisë të hershme, pra fillojnë të gjithë dhëmbët nxihen,
prishen dhe këputen. Duke qenë që këta janë fëmijë në një moshë shumë të vogël, janë 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, dhe është e pamundur për ne si mjek që t'i ndihmojmë dhe t'i mjekojmë këta fëmijë se nuk qëndrojnë, atëherë dhe prognoza ose vazhdimësia e curia e kësaj lloji sëmundje nuk është aq e mirë, se ata pastaj në moshën 4-5 vjeçare përfundojnë pa dhomë në gojë. Me vështirësinë një prind ka idenë që ose dhëmë qumshin janë, jam shumë dakord, por dhëmbët e qumshtit, do me thënë dhëmballët, 4 ose 5, fëmijëve ju ndrohen në moshën 11 vjeç, që do të thotë deri në 11 vjeç me çfarë do ushqehet ky fëmijë, me çfarë do bluaj. Dhëmbët e parë pothuajse bëhen inekzistent, bëhen të zi komplet priten. Ata nuk hanë dot, nuk presin dot ushqimet, nuk përtypin dot. Fillojnë problemet me stomakun, pastaj mos haro që këto dhëmbë karjesi ka disa stade, fillojnë dhimbjet, mundohen gjatë natës ata bëjnë një gjumë të keq, prindër e fëmijë, fillojnë vuajtjet e fëmijës, nuk ushqehet dot, dhimbjet janë të mëdhaja, fillojnë infeksionet, fillon marrja e antibiotikëve. Të gjitha këto nuk është një kuadër pra që nuk është shumë i lehtë. Është një kuadër i rënd të cilin ndonjëherë edhe ne e kemi të pamundur që ta zgjidhim ashtu siç duhet. Po të bëjmë heqjet parakoshme të këtyre dhëmbëve, po ashtu dëmtohen dhëmbët e përhershëm sepse dëmtohet radha e daljes të tyre, e kështu me radhë fillojnë një sër problematikash. Pra, do t'ju lutesha nënave të reja, ja u them shumë shpesh edhe në klinik kur vinë, duke menduar që i bëjnë mirë fëmijës, në fakt po i bëjnë një dëm shumë të madh. Po i bëjnë realisht një dëm shumë të madh. Me gjithë dhënien gjatë natës, po flasim gjithmonë, mbas 1 vjeç ose mbas 9 muaj. Zakonisht deri në 9 muaj këshillohet mbajtja me gjy, por ja po e shtym deri në 1 vjeç sepse e shoqërojnë gjithmonë me këtë daljen e dhëmbëve, dhimbjet, grindjet e fëmijëve dhe gjiri i qetëson. Kjo është për sa i përket pjesës të gjithëdhënies. Kthehemi tek biberoni ose tek ai që quhet karjesi i biberonit. Në rastet kur nënat nuk kanë gjy, janë të detyruara që ushqyerjen me gjy ta zvendçojnë me formulën. Qumshti i formulës është i pasur me sheqera më shumë se sa qumshti i gjirit. Dhe duke qenë që është i tillë, duke i dhënë fëmijës biberonin gjithë natën me qumshtin e formulës, po flas gjithmonë në moshën mbi 9 muaj 1 vjeç, është po ashtu i njëjti dëm siç shkaktohet nga qumshti i gjirit. Gjithashtu ka prindër të ndryshëm të cilët nuk i japin as qumësh formule, as gjirin, por kam dëgjuar raste që i japin lëngje frutash. Nga ato që janë të gatshme, dihet prapë edhe ajo sasia e lartë e sheqerit, e kimikateve. Pra, ajo që ne sugjerojmë dhe këshillojmë, sidomos në rastet kur ju bëni ushqyerje të fëmijës gjatë natës dhe doni që ta ndërprisni gjirin apo biberonin, me që fëmia juaj zgjohet natën dhe do të pi diçka, muajin e parë vetëm ujë, biberonin me ujë, pastaj gradualisht ai do harojë atë vezë dhe do të largohet gradualisht. Për të mos dhënë pra këto shqetësimet që tham. Vezë tjetër... Të ndalemi pak të biberoni, se ka pyetje që kam pritur është derisa ta mbajnë me biberon fëmijën. Unë po flisja për biberonin me shisha. Tani do flas për biberonin që i thonë çuça në gjuhën popullore. Zakonisht që fëmia të qetësohet ose ta zër gjumi kollaj, nënat e reja preferojnë që ti vendosin biberonin në gojë. Tani duke parë dëmet që biberoni shkakton në formimin e qelzës edhe të gojës, kompanitë farmaceutike ose ato që i prodhojnë biberonat kanë evoluar dhe kanë krijuar biberone të formave të ndryshme. Ka edhe biberon që quhen ortho, që do të thotë që është sipas formës anatomike të qelzës dhe dëmtimet janë më të vogla krahasuar me biberonat e mëparshëm. Të gjitha këto janë bërë për të përmirësuar disi këtë pjesën e dëmit që mund të shkaktoj biberoni. Zakonisht biberoni duhet të hiqet dhe duhet të ndërpritet në moshën 2 vjeçare. Mbas 2 vjeç fillojnë dëmet nga biberoni. Nuk këshillohen vezë të tilla, nuk këshillohet biberoni, pavarësisht se të gjithë kur bëjnë gati atë pakon e bebit të porsalindur vendosin aty dhe një biberon, por nga mjekët stomatolog biberoni nuk këshillohet. Përgjithsisht kur fëmijët janë të grindur ose kur nënat nuk dëshirojnë ta mbajnë shumë në krah fëmijën, i vendosin biberonin për t'u qetësuar. Biberoni në vetvete është një vezë.
Pra do ishte mirë mos ta përdorin Do fare? ishte mirë mos ta përdorin, po dhe ato që e përdorin, të themi mbas moshës 2 vjeçare duhet ta shikojnë me syrin kritik për ta larguar biberonin. Dua të flas për një vezë tjetër, i cili është mbajtja e gishtit në gojë. Mbajtja e gishtit në gojë është shumë interesante, sepse sot me ekografi të ndryshme, me zhvillimin e shkencës, me gjitha këto, është parë që fëmijët e mbajnë gishtin në gojë që në barkun e nënës. Madje ka foto në të cilat dallohen fëmijët në barkun e nënës me gishtin në gojë. Pra, me sa duket, thithja është instinkti jon i parë kur lindim dhe atë e kemi të lindur ose e kemi të fituar që në barkun e nënës. Pra, gishti është një nga veset më të shpeshta në të gjithë rruzullim toksor tek fëmijët. Çdo me thënë mbajtja e gishtit? Mbajtja e gishtit është një formë që fëmija të vetë shqetësohet, të uli nivelin e ankthit. Dhe zakonisht kur janë vetëm para se të flenë, e shoqërojnë edhe me ndonjë jastëk, me ndonjë lodër në krah, fëmijët mbajnë gishtin për të vetë qetësuar ose për të mos u ndjerë vetëm, ose për një sër arsyesh të tjera, kur janë në një ambient të ri dhe shumë arsye të tjera që fëmijë si krijon ankth. Tani mbajtja e gishtit në gojë bëhet gjithashtu problematike kur kalon 2-3 vjeç. Mbi 4 vjeç ajo fillon ndikon negativisht në zhvillimin e nofullës, sepse ka fëmijë që e vendosin gishtin drejt, ka që e vendosin shtrëmbër, ka që i shtyn dhëmbët përpara, ka që i shtyn përmbrapa. Të gjitha këto mënyra të mbajtjes të gishtit çojnë në deformime të gojës, jo vetëm të dhëmbëve të qumshtit, por edhe të dhëmbëve të përhershëm. Dallohen fëmijët që mbajnë gishtin në gojë, sepse kur vinë tek unë për vizitë, për shembull janë në një moshë 6-7 vjeçare, e pyes ka mbajtur gishtin në gojë, se kanë tendencën që ai gishti të shtypi qelzën lart, dhe zakonisht në këto raste qelza është e ngushtë dhe e thellë. Pra ka marrë formën e gishtit. Ose ka raste kur e tërheqin përpara dhe 2 dhëmbët e para janë të deformuar, janë të dalë përjashta. Të gjitha këto shoqërohen me defekte të nofullave, me defekte të kafshimit, me probleme në daljen e dhëmbit, sepse dhëmbët mund të dalin të mbivendosur për shkak se nuk kanë hapësirë që të dalin ashtu siç duhet, ose mund të dalin keq, ose mund të dalin shtrëmbur, dalin përpara, dalin më mbrapa. Të gjitha këto deformime vinë si pasojë e mbajtjes të gishtit në gojë. Po ashtu, vezë tjetër shumë... Po të dalim pak të pjesa e gishtit të ndalemi më saktë. Ndonjë këshillë që ju jepni këtyre prindërve? Po, unë në fakt dua të tregoj disa vese dhe pastaj do doja si të preferoni, do doja të thoja se si ne çfarë shkakton veset dhe se si ne mund t'i parandalojmë këto vesa. Sepse ka tashmë një listë me gjëra të cilat ndihmojnë mjaft mirë në parandalimin e këtyre vesave. Ka një protokoll pra. Ndërkohë një vezë tjetër i cili shoqëron njerëzit ndoshta edhe në jetën adulte është ngrënia e thonjve, e cila është dëmshme jo vetëm në aspektin se thonjt kuptohet që mbajnë pa pastërti, në aspektin e krijimit të infeksioneve në rrugë sistemike, por gjithashtu edhe në defektet e ndryshme që mund t'i shkaktojë dhëmbëve, sepse mund të krijojë erozione të ndryshme tek dhëmbët. Erozione janë defekte të zmaltit të dhëmbit të cilat janë të parikthyer, mund të shkaktojë të buzët prerëse të dhëmbëve, mund të shkaktojë fraktura të vogla, krisje dhe shumë probleme të tjera. Vezë tjetër që është në mënyrë të themi të pavullnetshme, nuk është se ne e bëjmë me vullnetin ton të lirë, por që ndodh gjatë natës është bruksizmi. Bruksizmi është kërcitja e dhëmbëve gjatë natës të fëmijëve. Kështu që kjo është në mënyrë të pavullnetshme, nuk është se fëmia do që të kërcasë dhëmbët, por kjo ndodh më tepër për arsye të ndryshme që lidhen me stresin që fëmia ka kaluar gjatë ditës, ose me praninë e parazitëve në zorët e fëmijëve, kryesisht askaride apo oskjure japin këtë bruksizmin, këtë shtrëngimin e dhëmbëve ose kërcitjen e tyre. Kërcitja e dhëmbëve, shtrëngimi i dhëmbëve lidhen kryesisht me kyçet e nofullave, të cilat lodhen nga puna gjatë natës, nga forcimi ose nga lëvizja gjatë natës dhe konsumohen dhe deformohen. Një vezë tjetër, sepse veset ka plot, por unë do të të ndaloj tek ato që unë shikoj më shumë në praktikën time të përditshme në klinik, ose veset për të cilat prindrit vinë dhe ankohen më shpesh në klinik.
Një ves tjetër është edhe larja e shpesht e dhëmbëve. Ka fëmijë nga dëshira e madhe, se ne gjithmonë themi lani dhëmbët, po dhe larja e shpesht e dhëmbëve çon në problematika. Ka fëmijë të cilët nga dëshira, sidomos vajza, për të patur dhëmbë të bukur, të pastër, edhe sepse prindrit i thonë që do të bëhen dhëmbë të bardha, lajt, gjitha këto, kalojnë në krahun e kundërt, pra bëjnë një larje të egzageruar, të tepruar të dhëmbëve, e cila shoqërohet pastaj me këto dëmtimet kimike nga pastat e dhëmbëve, me erozione të vogla të zmaltit ose dhe të mëdha, me rritje të ndjeshmërisë, me gropa të vogla në zmalt, me njolla të bardha, të gjitha këto vinë si pasojë e larjes të shpesht të dhëmbëve. Po ai që thash në fillim që fusin ndonjëherë fëmijët më të vegjël. Po, objekte, lodra në gojë. Fusin objekte, lodra në gojë, fusin mëngën, fusin pellushin, fusin kukullën, por të gjitha këto që juve po më thoni, janë vese të cilat ato në moshën 3-4 vjeç, në moshën kur shkojnë në kopë, kur luajnë me fëmijët e tjerë kur dali, nga që ju vjen turp nga shokët e tyre, nuk i bëjnë më. Kupton? E lën atë lodrën ose pellushin. Por mua janë të rëndësishme vese të cilat vazhdojnë mbas moshës 3-4 vjeç. Kur ky ves vazhdon mbas kësaj moshe, ai fillon dhe krijon pastaj dëmtime që janë të parikthyer. Tani, të gjitha këto vesa që unë përmblodha dhe shumë të tjera që mund të kenë fëmijët, sepse ne folëm për ato më kryesoret, janë të lidhura me disa faktorë. Nuk është që vinë nga hiçi. Dhe prindri është ai që luan rolin kyç. Dhe prindri, kur vjen tek unë dhe thotë që fëmia im ka këtë vezë dhe si t'ja bëj, unë doktoresha sepse nuk po mundem më, prindri është ai që duhet të observoj fëmijën dhe të shikoj në çfarë periudhë të ditës fëmia po e bën këtë vezë. Ose me çfarë është e lidhur kjo gjë? Është e lidhur me mërzitjen, sepse fëmia nuk po merr vëmendjen e duhur, nuk ka çfarë të bëjë, nuk ka me këtë luaj dhe pastaj astruket në atë cepin e tij dhe fillon vë gishtin në gojë ose hafojnë. Është e lidhur me ankthin, për shembull ikën nëna në punë dhe fëmia mbetet vetëm pa nënën. Dhe ankthi që ai ndjen nga mungesa e nënës çon që fëmia të bëjë vezin. Mund të jetë e lidhur me një stres që ka fëmia. Për shembull luan me shokët, shokët nuk e afrojnë, ai mbetet vetëm dhe ajo që gjen ngushëllim ose forma për të çliruar ankth është thjesht mbajtja e gishtit në gojë, biberonit, vesi pra që ai ka. Me nervozizmin, mund të lidhet pra me shumë faktorë, po kryesisht... Që kanë thënë duken gjëra të vogla, po pas ka shkaqe mjaft serioze. Patjetër, kryesisht të gjitha shkaqet që lidhen me vesin, ja ta shohen një problemi psikologjik të fëmijës. Nëse ky ves është madhor, që do të thotë fëmia ka fshon buzën, ka fshon faqen, ka bërë plag, e ka gjithkohës hematom, mban një objekt të fortë derisa janë kruajtur dhëmbët, i kanë dhënë defekte të dhëmbëve, i kanë dhënë defekte të gojës, sepse kemi parë në raste të ralla dhe fëmijë të cilët kruajnë faqen, kruajnë buzën, e kafshojnë, e çajnë, bëjnë dëme, në të tilla raste këshillohet që fëmijët të shkojnë tek psikologu për ta larguar këtë ves, sepse arsyet e këtij vesi janë më të thella se sa mund të duket në pamje të parë. Kurse, nëse juve gjykoni që ky është një ves të cilin fëmia e ka që nga fëmijëria dhe e ka mbajtur dhe e ka shoqëruar deri në këto vite të jetës, sigurisht prindrit duhet të punojnë me fëmijën në dy aspekte, në aspektin psikologjik që thash është i pari, edhe në aspektin mekanik për ta ndaluar këtë ves. Për sa i përket aspektit psikologjik, për të cilin po bëhet edhe lufta më e madhe sot, sepse mendohet që burimi i vesave është pikërisht arsyeja psikologjike, prindrit duhet të ndihmojnë në reduktimin e ankthit të fëmijës, si mund të jetë. Të jetë më i pranishëm me fëmijën, t'ia zërë kohën fëmijës, të dalin shëtitje në oraret që ai ka këtë kohën që ri vetëm që kryen pra këtë gishtin gojë, mbajtjen e biberonit, vesin, ta zërë me aktivitete të ndryshme, të pikturojnë, të luajnë, të bëjnë puzzle, gjëra të tilla që fëmia t'i ketë duart e zëna dhe ta ketë të pamundur për ta bërë si gjë.
Nga ana tjetër është e rëndësishme që të krijohen kushte relaksuese për fëmijën, që do të thotë, nëse fëmia është në një ambient të tensionuar, me shokët e kopshit, me në ambientet e shtëpisë, diçka e tensionon, një vëlla më i madh, një kushërim më i madh, të krijohet një ambient relaksues për fëmijët, të evidentohen këto lloj problematikash dhe gjithashtu fëmia të nxitet pozitivisht, që do të thotë për aq sa i kupton, sepse mund të jetë i vogël. Kjo është gabim nëse ti nuk e bën, unë do të jap si më thon, një shpërblim pozitiv, një lodër ose një shëtitje, ose do shpenzoj më shumë kohë bashkë, ose ti do marrësh diçka që të pëlqen, që fëmia të nxitet pozitivisht për ta hequr këtë ves. Nga ana tjetër, këshillohet për shembull në rastet kur fëmia ha shumë thonjt, më përpara bëheshin banda, i lidheshin duart me ankerplas, që fëmia mos kishte mundësinë të vendoste dorën në gojë, po kështu edhe për gishtin. Sot kanë dalë pomada të ndryshme që lyhet gishti, mund të jenë me shije djegëse ose shije të thartë, shije jo të pëlqyeshme për personin, dhe ai nuk e mban më gishtin në gojë sepse i jep këtë lloj ndjesie kur është i vogël. Kur janë më të rritur fëmijët, sado ankerplasti lidhim ne gjëra të tilla, ata do t'i heqin në një moment gjatë natës, se kryesisht natën kur janë vetëm e bëjnë këtë gjë fëmijët më të rritur, se ju vjen edhe turp në ambientet ku ka njerëz të tjerë, dhe e heqin ankerplas dhe vendosin prap gishtin në gojë. Në të tilla raste këshillohen edhe është akriliku që bëhet manikyri, këshillohet që të bëhen fëmijët t'ju vishen thonjt me akrilik dhe ato e kanë të pamundur që ta kafshojnë. Ose të priten thonjt shumë shkurt që nuk mund të kenë mundësinë më që të kafshojnë thonjt. Të gjitha këto mbeten janë gjëra të vogla që ndikojnë në largimin e vesit, por gjithmonë parësorja është aspekti psikologjik. Doktoresha, ju falenderoj shumë, ishte besoj një bisedë që të gjithë prindrit, por edhe gjyshin të kanë ndjekur mjaft me interes, sepse janë këshilla mjaft me vlerë dhe praktike që shqetësojnë sa e sa prej tyre. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju mirëpres në intervista të ardhshme. Faleminderit. Dashur të shikues, ky ishte pra dhe emisioni për sot. Si gjithmonë falenderoj tre mbështetësit e këtij emisioni, sponsorin më të ri që është Glina, pra uji i Glinës, Universitetin Katolik Zoja Këshillit Mirë, si dhe kompaninë EHV. Bashkëdëshimi javën e ardhshme, mirupafshim.